por është një formë e re komunikimi me qytetarët, përsa kohë që hapësirat e diskursit opozitar në parlament kanë ardhur duke paksuar, madje opozitës i është mohuar e drejtë e fjalës për çështje shumë të rëndësishme, u zgjodh kjo se një tribun parlamenti qytetar në mënyrë që jo vetëm deputetët, eksponentë Partisë Demokratike, por mbi gjitha qytetarë të ardhur nga vendet ndryshme të Shqipërisë me problematika të ndryshme të kenë mundësi të thonë disa të vërteta troç dhe të bëjnë qeverinë që ta dëgjojë zërin e tyre. Sigurisht për sa i përket numrave nuk janë të tillë që të shtrëngojnë një qeveri që t'i bindet një mesazhi të caktuar opozitar, por për sa i përket përmbajtjes, për sa i përket asaj çka është thelbi i kësaj mënyre të re komunikimi me qytetarët dhe me gjithë publikun nëpërmjet mediave, unë po t'isha në atë godin, sikundër kam qenë me një përgjegjësi të caktuar, do ta dëgjoja me shumë kujdes zërin qytetar që vinte nga një foltore e vërtet dhe jo foltoria e parlamentit që për fat të keq është kthyer vetëm në një noter të vullnetit kryeministrit. Pra do e konsideronin si le të themi mbledhja apo tubim apo nuk di si ta quaj. Do ju bënte të reflektonit praktikisht. Një qeveri e përgjegjshme unë besoj që një qeveri e përgjegjshme do duhet ta dëgjonte zërin e qytetarëve në çfarëdo lloj forme që vjen, aq më tepër kur mbart mesazhe kaq kritike saç mbart parlamenti i qytetarëve që sot ishte në takimin e tij të tretë. Qartë. Zoti Kaso, do ketë përshkallëzim të këtij organizimi poshtë kryeministrisë apo do jetë në këtë nivel? Do të ketë disa lloj formash aksioni opozitar, do të jetë i përhershëm takimi i parlamentit qytetarëve ditën e hënë, ashtu siç e kemi parathënë edhe siç e konfirmoi sot edhe kryetari i Partisë Demokratike Dr. Berisha. Sikundër do të jetë turi që do të fillojë në bazë kryetari i Partisë Demokratike nëpër degët më të rëndësishme të Shqipërisë, i cili në një pjesë të degëve do të çelë procesin e analizës dhe në një pjesë tjetër do t'i bashkangjitet këtij procesi që tashmë ka nisur, së bashku me procesin e zgjedhjes së kryetarëve të 26 degëve të Partisë Demokratike. Vendime këto të marra prej kohësh nga kryesia e Partisë Demokratike dhe që nuk kanë asfare të bëjnë me atë që ju thatë në fillim të prezantimit të emisionit tuaj me kafen që u mbajt javën e kaluar. Megjithatë, zoti Kaso, kafja nuk i bën keq një force politike, mban zgjuar mbase. Asnjëherë kafet, aq më tepër kafe të tilla mes demokratësh, mes opozitarësh nuk i bëjnë keq, përkundrazi janë vlerë e shtuar e çdo lloj aksioni opozitar. Prandaj siç e thash, përveç parlamentit të qytetarëve, përveç zbritjes së doktor Berishës së bazë, përveç procesit të zgjedhjeve që po vijon në 26 degë të Partisë Demokratike, edhe këto kafet ose takimet për çaj ose takimet dhe thjesht për të parë sy edhe për të thënë ca të vërteta midis opozitarëve janë ushtrime të shëndetshme për çdo lloj partie, aq më tepër për një parti në opozitë, e cila ka nevojë që të gjejë gjithmonë mekanizma për të përmirësuar vetveten dhe aksionin e saj opozitar si Partia Demokratike. Megjithatë, përpos faktit që ne konsideruam kafe, kjo kafja rrezikon që të bëhet ose po bëhet një lëvizje ku strukturat drejtuese të Partisë Demokratike në Durrës kanë thënë që në ditën e mërkurë do mirëpresin në qendrën kulturore një tjetër demokrat, zotin Saliani, i cili krah zotit Berisha do ketë edhe ai ciklin e tyre. Nëse do vinë në qytetin e Korçës, ju do ta mirëprisni si drejtues politik? Do ndani një kafe me këtë grup? Unë jo vetëm me këtë grup, por me çfarëdo lloj grupi jam i hapur që të ndaj kafe, çaj e çdo lloj mënyre komunikimi. Nuk shoh asnjë lloj problematike këtu, kështu që është e kotë që të ma bëjnë pyetjen se kushdo që më njeh nga afër në kuadër të angazhimit politik Partinë Demokratike, e di që kam qenë dhe vazhdoj të jem i hapur për çfarëdo lloj shkëmbimi idesh, opinionesh, mjafton që ky lloj aksioni opozitar ose çdo lloj aksioni opozitar i propozuar të shkojnë në dobi dhe në forcim të Partisë Demokratike dhe jo të jetë thjesht ushtrimi i radhës që mundet të kthehet qëllim në vetvete ose thjesht dhe vetëm për të bërë zhurmë mediatike e cila rrezikon që të shpërqendrojë vëmendjen nga ajo që duhet të jetë vëmendja kryesore e opozitës tani,
ngritja e alarmit të madh te shqiptarët lidhur me skandalet e fundit që kanë përfshirë këtë qeveri dhe majorancën qeverise, skandale të cilat nuk mund të kalojnë pa dorëheqjen e kryeministrit, pasi ai është përgjegjësi direkt dhe i drejtë për drejtë. Zoti Kaso, për numër skandalesh kjo qeveri është e mbushur, si shtatë edhe juve, edhe opozita i ka denoncuar ato, por ka një masë qytetarësh që mendojnë se është po faji opozitës që po e mban në këmbë qeverinë, pra po jep oksigjen. Mos ndoshta është mirë që opozita të tërhiqet pak edhe të nisi një proces reflektimi dhe të presi që qeveria të bjerë vetë. Opozita e ka deklaruar gjithmonë që bën çfarë është e mundur ose bën më të mirën e saj në kushtet e vështira në cilat ndodhet demokracia në Shqipëri, për të qenë në lartësinë e pritshmërisë jo vetëm demokratëve, por të gjithë shqiptarëve. Sigurisht ne kemi thënë herë tjetër që ne nuk kemi monopol në opozitës. Nëse dikush mendon që mund dalim, mund ta bëjmë më mirë se ne këtë punë, sheshi këtu është i hapur për të gjithë, rruga këtu është, përballja aty është. Nuk janë lukse të cilat opozita i ka marrë dhe i mban për veten e saj, përkundrazi janë sakrificë të cilën tashmë për fat keq për 12 vjetësh është Partia Demokratike që po e çon përpara. Kështu që kushdo e ripërsëris që mendon se mund të bëjë opozitë më mirë se Partia Demokratike, më mirë se opozita e bashkuar, është e lutur ta provoj veten, të japi një vizion të ri, qoftë edhe të bërit opozitarizëm. Ndoshta mund të jetë edhe një mekanizëm që na shtyn edhe ne që të bëjmë akoma më mirë se sa kemi bërë deri më sot. Zoti Kaso, ju falenderoj për gjithë mesazhet që ndat në Off the Record. Ju uroj sukses edhe punë të mbarë. Faleminderit juve.